Dhe gjys, okej. A dhe një është Mirë, se do të kalojmë, do të kthehemi në kryeqytet e kam të konfirmuar tashmë nga burime në dy subjektet politike, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka paralajmëruar Partinë Demokratike të Kosovës se nëse nuk dalin në mbështetje të përparim Ramës edhe zyrtarisht edhe publikisht, do të tërhiqet nga koalicionet aty ku LDK është duke e mbështetur Partinë Demokratike të Kosovës. Duket që edhe Prizreni edhe Mitrovica, siç edhe kemi pasur informacion, mbështetja e LDK-s edhe në Prizren edhe në Mitrovicë për PDK-n është bërë në këmbim të marrjes së mbështetjes për Prishtinën, ndërkohë që në Prishtinë ka një debat të madh mes kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryesisë së degës së PDK-s, gjithsesi kandidati Turan Ismaili, nëse duhet dalin publikisht apo jo në mbështetje të përparim Ramës. Është zhvillimi i momenteve të fundit, Abdigjiku është parë pak më herët në zyret e degës së PDK-s në Prishtinë, në lagjën Arbria, ndërkohë tash atje mbledhur strukturat e partisë dhe degës për të marrë vendimin definitiv nëse do të dalin publikisht në mbështetje të përparim Ramës apo jo. Besoj ky është një lajm ekskluziv. Do t'ja dhe të parit mundësinë që ta komentoj Blerim Gashit, sepse kishim informacion të ndarë, derisa të tjerët komunikonim edhe mua dhe edhe Blerimit na vinin informacione nga subjekte të ndryshme, por me qëllimin e vetëm për të na informuar, besoj. Të ndryshme, do thotë... Se keni një brend informacionit njëjtë, domethënë. Burimin e informacionit se keni nuk e kemi të njëjtë, jo. Burimet tregojnë që do thotë ka angazhim të jashtëzakonshëm momental të strukturave udhëheqëse të PDK-s në fakt kryetarit të partisë në relacion me strukturat në Prishtinë që të